Si që ne e këshillojme është të shmangave ushqimeve të shpeta. Ëmbëlsirave, patjetër? Ëmbëlsirave, gjerave që janë me krip, në mos asit të tepruar të kripes. Sidomos nuk rekomandohet mishrat të janë mishri i kusht, të cilët ne i themi. Po, sidomos kjo pjesa me skar, të cilat për shkak të substancave. Ka ushqime që konsiderohen ushqime jo të mira, jo të këshillueshme. Ma kujtove fasting, që u përfol dhe ishte goxha aktual në bodë, do me thënë, kjo dieta disa orëshe apo agjerim, si që ndodhë do të thëtë, nuk ka të bëj këtu me fenë, me islamët, me krishterët apo diçka, por që po përdoret në shumë vendet të botës, të qëndrohet, do me thënë, pa ushqim për orë të tëra, 16-18, me ditë të tëra, dhe është konsideru si një mas që ka trajtu goxha mirë të ata të cilët kanë qenë me smundje kancerogjene, apo si prevenim ndaj tyre, duke ditë që organizmi kur nuk ka se çfarë të tretë, do të hajë, nëse mund të themi ashtu, në vete ato qelizat e mundshme që mund të jenë kancerogjene. Sa mbështetet kjo tek ana onkolog? Logjikisht, do të thonë kjo është plotësisht korrekte. Logjikisht, do të thonë në kuptimin për arsye sepse në momentin që njeriu nuk merr ushqim për një periudhë të caktuara, shfrytëzohen rezervat. Ditë me ita mund të shtim fal. Ka persona të cilët e kanë bajtë edhe me ditë të tëra. Organizmi shfrytëzon rezervat tona të cilat i kemi dhe kur i shfrytëzon ato janë të panevojshme në kuptimin i heq mbetjet. Në do të themi, në kuptimin tonë, sepse s'ka nevojë ne të kemi mbetjet të zonë të ndyrnës ose të sheqernave, që edhe sheqernat janë. Këtu mandej konsiderohen si determinanta, niveli sasisë e sheqerit dhe niveli sasisë të madhe të ndyrnave, të cilët e rregullojnë metabolizmin, këtu mandej konsiderohen në mënyrë, si më thonë, si faktor të riskut që shfaqen në smundjen kanceroze. Dhe pikërisht kjo është logjika dhe arsyeja pse ushqimi, ajo të cilën e theksova ti, e ka logjikën që në momentin kur ne nuk marrin një pjesë do të thoja të tepruar, sepse tash në këtë rast po flasim për atë pjesën se nëse nuk han ose nëse han një sasi që konsiderohet si e tepruar, kjo konsiderohet mandej që kjo pjesë që është për organizmin e nevojshme, që në këtë rast nuk i nevojitet organizmit nëse ne ushqemi shumë, atëherë depoziton në yndyrë dhe në sheqer dhe kjo konsiderohet si jo e mirë. Po, a keni pas raste të tilla? Dhe kjo është logjika. Tash në aspektin shkencor, normalisht që për këtë pjesë duhet të ketë edhe, nuk është se nuk ka studime për këtë pjesë, po si me thonë, është një ndër faktorët kryesor. Mund është ta themi determinant sepse ta bëjmë këtë dhe ta japëmi si këshilla eksakte. Po këshill logjike të bazuar në argument mjekësor që pikërisht është e arsyeshme. A ka raste, sepse kjo, sidomos ma vitin e kalum dhe para një viti, para 2 vjetëve, ka qenë shumë trendi dhe u folë shumë për të. A keni raste që vetë pacientët të cilët i trajtoni kanë bërë diçka tillë dhe keni vrej që ka një sukses? Ajo që ne ju rekomandoj pacientët gjithmonë është sepse pyetja e parë, pastaj pas asaj që e theksuam edhe më herët çka si do të trajtojmë, pyetja pasuese është çka do të ruhëm, tash e tutë, çka të kem kujdes, tash unë të kem kujdes. Tash kujdesi që ne e këshillojme është të shmangave ushqimeve të shpeta. Ëmbëlsirave, patjetër? Ëmbëlsirave, gjerave që janë me krip, në mos asit të tepruar të kripes, sidomos nuk rekomandohet mishrat të janë mishri i kusht, të cilët ne i themi. Po, sidomos kjo pjesa me skar, të cilat për shkak të substancave. Ka ushqime të tjera, pak krip edhe zemër. Do të thonë, ata përpara neve që kanë qenë shumë të shëndetshme pikërisht nga bio dhe kanë pas ëmbëlsira. Kanë pas ëmbëlsirë nga pemat që e kanë marrë dhe stilin e jetesës. Pikërisht ajo lidhet edhe me stilin e jetesës. Kështu që në këtë pjesë, domethënë, rekomandimi është që ushqimet të jenë jo me të pakta, po me sasi më të vogël gjatë ngrënies. E të shmangëmi langjeve të cilat janë të gazuara, sa më shumë ujë natyral, langje këtu që janë me përmbajtje bimore natyrale, edhe
pemë perime të cilat në mënyrë indirekte edhe i mundsojnë organizmit që metabolizmi të punojë më mirë, të pastrohet dhe në mënyrë indirekte kjo mandej ta stimulojë dhe ta rritë imunitetin.